5 bimët mjekësore që ulin tensionin e lartë të gjakut. 1. Rigoni. Përbërësi që gjendet tek rigoni, karvatroli, është efektiv kur bëhet fjalë për uljen e presionit të gjakut, ul ritmet e rrajve të zemrës, ul presionin e gjakut dhe shton presionet në arterje. 2. Valeriana. Duke qenë një qetësues natyral, valeriana relakson muskujt dhe ul presionin e gjakut. Konsumi i përditshëm i kësaj erëze do të ndihmojë në eliminimin e stresit. 3. Borziloku. Stresi prek një gamë të gjerë të funksionit të trupit. Borziloku ka vetitë adaptive që ndihmojnë trupin të përballojë stresin, ndalon ndryshimet biokimike që nxisin atë. Ai përmirëson nivelet e energjisë dhe rrit qëndrueshmërinë. 4. Livanda. Ulja e nivelit të presionit të gjakut me 50% me një masazh të trupit me vaj livande. Duke qenë një vasodilatator efektiv, i bën enët e gjakut të qetësohen dhe zgjerohen. Si rezultat kemi uljen e presionit të gjakut. Vajin e tij mund të aplikoni në trup ose të përdorni në një banjë me ujë të nxehtë. 5. Lule pasioni. Lulja e pasionit është shumë efektive për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Ankthi dhe stresi shkaktojnë një rritje të nivelit të tij. Lulja e pasionit përdoret për të ndihmuar të nxjisë gjumin për pacientët që vuajnë nga pagjumësia. Mjekimi me recetë nuk ofron shërim afatgjat,